Përshëndetje, mirë se vini përsëri. Si të menaxhoni modelet e mendimeve negative dhe efektet e tyre në ankth dhe depresion. Në këtë video do të diskutojmë disa strategji që mund të ndihmojnë për të përballur më mirë mendimet negative. Shpesh këto mendime duken si një mënyrë e natyrshme për të analizuar situata, por në realitet ato vetëm na pengojnë dhe na mbajnë të zhytur në ndjenja shqetësimi dhe paqartësie. Le të shqyrtojmë disa çështje për të thyer këtë cikël. Së pari, identifikimi i shtrembërimeve kognitive është një hap i rëndësishëm. Njeni format e mendimeve që ju bëjnë të ndiheni të rënduar, si mendimi gjithë ose asgjë. Ku mendoni se gjithçka duhet të jetë perfekte ose çdo gjë është një dështim. Nëse vëreni veten duke menduar kështu, ndaluni për një moment, bëni një hap pas dhe sfidoni këtë mendim. Për shembull, në vend të unë dështova krejtësisht, mund të mendoni: kam bërë një gabim, por kam arritur edhe shumë suksese tjera. Tutje. Zëvendësimi i kritikës negative ndaj vetes me vetëmbështetje është një hap i fuqishëm për të përmirësuar gjendjen emocionale. Trajtojeni veten me të njëjtën mirësi që do të trajtoni një mik të ngushtë. Për shembull, në vend që të mendoni unë nuk jam i mirë në këtë punë, përpiqeni të mendoni po bëj më të mirën time dhe kam mundësi të përmirësohem. Strategjia tjetër për të dobësuar mendimet negative është krijimi i përvojave pozitive dhe përfshirja në aktivitete që sjellin kënaqësi. Për shembull, gjeni kohë për një aktivitet që ju pëlqen, si ecja në natyrë apo leximi i një libri, që të largoheni nga përqendrimi i tepruar i mendimeve negative. Sa më shumë të përfshiheni në aktivitete që ju përmbushin emocionalisht, aq më e lehtë bëhet të dobësoni fuqinë e mendimeve negative. Së fundi, kërkimi i ndihmës nga një profesionist mund të jetë një hap i vlefshëm për të përballuar modelet e mendimeve negative. Një profesionist mund t'ju ofrojë teknika praktike për të përballuar me mendimet negative dhe të përmirësoni shëndetin tuaj mendor. Kujtoni se ndryshimi është një proces gradual dhe besoni në përparimin tuaj. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje dhe mos harroni të na ndiqni për më shumë këshilla praktike në përballimin e ankthit dhe depresionit.